Dashurit e mi, edhe sot e kam zgjedhë mënyrën më të mirë për m'ju dhuru juve pozitivitet. Edhe pse jam Gjermani, nuk do t'jetë larg kushtrimi sepse unë jam çdo shtëpi, çdo familje aty ku je dhe ti. Kështu që njerëz, o njerëz më të mirë të botë, një mëngjes i bukur, një pozitivitet jashtëzakonisht shumë i mirë. Nëse ditën me një filxhan kafe, jeto për veti, puno për veti, knaqo për veti, se në fund ditës veç vetë ke më konë. Akoma mirë se me shpërbly shpirtin tanë me një kafe e pin vetë e pa lafe. Sa me shumë njerëz që bëjnë lafe edhe nuk të knaqas që ajo kafe. Që shthojnë, bane një të mire gjujen deti, do të nxjerrin të mirën për hune. Kështu që sot, në ditë sotit, Zoti mos na provoft as për këtë dorë, as për këtë dorë. Zot mos na le prej e njerëzve dashakeq. Këto fjalë që i thamo njerëz, se videon e djeshmit që e kom ba njerëz të më kanë thonë kushtrim, jeto knaqo, jo ani këni. Unë nuk i tham që më ka ndodhë mu, po unë i tham gjatë përvoja jetësore që duhet na të kena kujdes për jetën tonë. Kujt po i flasim, ku po rrim, e ku po ham e ku po pim. Sepse vërtet janë do njerëz që nuk ja vlen as dorën mja dhonë. Po ka ato njerëz që rrallë su një gjanë, e su një gjanë as shoqin që kanë thonë të mëqtë. Kështu që kënaqën o njerëz se një jetë e kena. O vallahi, edhe ata që të shojnë, edhe ata që t'livdojnë, në fund ditës neve kanë vrashi.